Agjencia Franceskane e Shtektimeve. Zakonisht u gjeni ma shumë e ma rreth shtektimeve që organizon provinca Franceskane Shqiptare. I thash pak përpara se do të lutna pak rrugës, për këtë arsye pa i lot shumë, sigurisht. Tash do të bëjmë një lutje të shkurt pra një javë ty, një të falëndërie kjo flumiatit, tamam për këtë botim që kena nisë. Në mendatit e dirit të shpirtit të shenjt, amen. Atyn që i në qiell, shenjt nuk i ofte e mënyet, ardhë mretnia jote, u bambull nesa jote, si në qiell ashtu më dhej, u këndon të përditshme e në neve sot, njëra ne fajtën katët tona, si vëna fajtor tanë, e mos në Kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli za nas. Mos t'ju shqetësohet zemra, besoni në Hyun edhe në mua besoni. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, po të mos kishte, aty t'ju thoja, po shkoj t'ju bëj gati vendin. Zotëri, i tha Toma, ne s'dim ka po shkon, si pra mund t'a dim udhën? Jezusi u përgjigj, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati përveç se në për mua. Verbum Domini. Slava tebi, Christe. Došli smo ti, majko draga,
strana ove zemlje, donijesmo dijane svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, Majko mira moli za nas. I okolo tvoje malo, Međugorje cijelo snime, razniješe tvoju slavu, proslaviše tvoje ime. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Za svu ljubav, Majko draga, što je ovdje na nas izli, dajemo ti Herë të dytë që vinë në Gjugorje, para 6 vjeç jam nis me ardhmë në Gjugorje si me kanë të ardhë një udhëtim turistik, pa në ide fort të qartë për një vend që të numë ndoshta, dhe e maj men në një shprehje të fratit që në po shoqënote në autobus, tha mos pretendoni, tha që kur shkoni me Gjugorje, tha me dalë, tha zoja, tha ose Krishti, tha me dur të hapuna, më thonë mirë se erdhë. Sepse çdo njeri, tha që shkon me këtë pretendim, tha do dalin, tha i shgënjym, tha para të mallit Zot dhe para vetvetes. Dhe kjo ka kënë ajo udhërfimi kryesor i atij udhtim, edhe i udhtim sot, mas 6 vjetëve që po vi me Gjugorje. Me ardhin në Medjugorje para 6 vjetëve, edhe deri më sot, edhe në vazhdimsi, jeta jeme ka marrë një kthes rrënjësore, se hiri i Zotit ashtu në familjen time, në shpirtin tim, jam i bozhli në jetë, me jetën time, me fëmijën e mi, me paqen e me harmonin, për mrekullinë që më ka bën Zoja bekume, që është 6 vjet e në vazhdim. Falenderoj edhe për ju, edhe bëj thirrje gjithë popullit shqiptar. Të vinë, ta kenë mundësinë, në vinë të shohin një vend shenjt, një vend të mrekullueshëm, një vend që dora e Zotit dhe Zojës bekume ka bën një kthes të papame dhe një gjë që njerëzit, unë diçka personale, në sa herë kam kanë në situata shumë të vështira, se edhe para një vitit me jetën time, me smundjen time që kam kanë, unë kam pas vetëm një shërim, kam pas vetëm një shpëtim, vetëm Zojën e bekume kam pas përpara. Edhe kërkan tjetër. Majko mira
e Medjugorjes fillon në vitin 1981 me datën 25 qershor të vitit 1981 pra, Zoja është shfaq për herë të parë në këto kudrina afër fshatit Medjugorje, me këtë shpallje që thot unë jam mbretëresha e paqes, ja sam krajlica mira. Zoja shfaqet për t'i dhënë një mesazh fejet besimtarëve të famullisë mbi gjitha, famullisë Medjugorjes, masanej edhe botës marë, ku nëpërmjet këtyne vegjentëve, Zoja ka shfaq mesazhet e veta. Gjatë këtyne 30 e sa viteve shihet dora amnore e Zojës bekume, i cila na shoqënon në fe, në besim dhe na çon drejt birit të saj, Zotit tonë Jezu Krishtit. Vegjentat vazhdimisht kanë përcjell mesazhin e Zojës, sikur se thash mbi gjitha për famullinë edhe për botën, ku shihet një fe e fortë e tyne edhe dashnia e Zojës për bijtë e saj, për gjithë neve. Mesazhet janë të përmuajshme, në çdo datë 25 të çdo muajit, disa prej vegjentëve kanë mesazhe për t'i dhënë botës. Për këtë arsye gjithmonë edhe kisha azhurnon besimtarët me këto fjalime. Edhe ne si besimtar kena ardhur prej Shqipërisë me një grup prej 30 personash, kena ardhur me datën 4 pra dje, me 4 maj të këtij viti 2012 dhe do të qëndrojmë deri ditën e diele me datën 6 maj. Është një shtiktim fejet, besimi, ku besimtarët adhurojnë Zotin, sidomos nëpërmjet misterit të Mallë të Meshës, që është momenti më kryesor për ne, masanej edhe nëpërmjet lutjeve të përshpirshme, të rozares, të udhët të kryqit, që i kena ba në maljen e dukjeve si për Medjugorjes, edhe gjithashtu që do të bëjmë edhe udhën e kryqit sot masdite në maljen e kryqit. Kjo është e treta herë për mu. 2 herë tjera kam ardhur me bashkëvëllezërit e mi me Fretinit, kurse kësaj rallet me besimtarët nëpërmjet agjencisë franciskane të shtektimeve. Zoti qoftë me ju. Lexim i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Nëse më njohet mua, do ta njihni edhe Atin tim. Qysh tash e njihni dhe keni parë. Filipi i tha: Zotëri, na dëfto Atin e na mjafton. O Filip, i tha Jezusi, ka shumë kohë jam me ju, e nuk më njohe ende? Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin. Si thua pra, na dëfto Atin? Po nuk beson se unë jam në Atin, e Ati është në mua? Fjalet që ju a them, nuk ju a them prej vetvetes. Ati që banon e mua i kryen veprat e veta. Me besoni mua, unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Për ndryshe, besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend po ju them. Kush beson në mua, veprat që e bëj unë, edhe ai do t'i bëj. Madje do t'i bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Dhe çdo gjë që të kërkoni në emër tim, do ta bëj që të lavdërohet Ati në Birin. Nëse do të më kërkoni ndonjë send në emrin tim, do ta bëj. Fjala e Zotit.
bekoft Hy i gjithëpushtetshëm, Ati i Biri e Shpirti i Shenjtë. Amen. Në emrin të Zotit jetojmë në paqe. Çdo ngjarje, çdo histori që tregohet është shumë e besueshme për ata që duan ta besojnë dhe shumë e pa besueshme për ata që nuk duan ta besojnë. Por për gjithë njerëzit që përjetojnë një histori ose një ngjarje, nuk kanë nevojë për dëshmitar apo për njerëz të tjerë që të vërtetojnë qetësinë që ne ndjejmë si grup, ndryshimin shpirtëror, njëkohësisht edhe vërtetimin e asaj që të tjerët na e kishin thënë. Është një vend që me të vërtet është vendi i kralica mira, i mbretëreshës së paqes. Këtu është vendi ku njerëzit vinë, qetësohen, frymëzohen dhe njëkohësisht vendi ku ata ndryshojnë jetën e tyre. Me shembull real ne pam, përjetuam dhe dëshira mbetet që të vijmë prapë. Falem Mari, hyrë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, e bekuar fryti barku tënd Jezus. Shenjtja Mari, nëna e tënd Zot, lutur për ne mëkatorë, tashëm firë të mortës sonë në shtëpio. Falem Mari, hyrë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, e bekuar fryti barku tënd Jezus. Kështu me zemër të lirë dhe të gëzuar, të japim gjithmonë e me shumë hapësirë ty, që je rruga e vërteta dhe jeta, në për Krishtin Zotin ton. Mëshiro Zot për ne, mëshirë për ne. Të lutemi, o Zot Jezus, me ty jemi ngjitur në kalvar. Tash kërkojmë që drita e kryqit tant të ndriçojë gjitha ditët tona. Kujtimi i vuajtjes sate le të jetë gjithmonë në zemrën tonë. Që të jetë kështu burim një dashnie me të thellë për ty, që kaq shumë na ke dashur. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shëjtëroj emri, ardh mbretëria jote, u baf mesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, e na neve sot, jena ne fajtë mëkatet tona, si ndjem na fajtorët tanë, e mos na lër të nënët keq, po largona prej gjithë keqi ashtu kjo. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft Hyu i gjithëpushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti i Shenjtë. Amen. Në një të tanëve. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje.
Medjugorja për mua është një vend shumë i shenjtë, që kam pas një dëshirë shumë të madhe për me ardhë në këtë vend. Para shumë vitesh më ranë dorë libri i Medjugorjes. Edhe isha shumë e gëzuar mas që e lexova, edhe kisha një dëshirë të madhe për me ardhë të paktën një herë në jetën time në këtë vend të shenjtë. Edhe ma plotësoi Virgjina Mari këtë dëshirë. Jam shumë e gëzuar që i shëtita të në këtë vene ku anë shfaq zoja e bekume. Edhe uroj që edhe shumë besimtarë të tjerë që kanë dëshirë, t'ja u plotësojnë Zotja dëshirë që të vinë këto edhe të shohin këtë mrekulli. Edhe i falenderoj gjithashtu të gjithë që na ndihmon për e na bën mundësinë që me ardh këto. Hera e parë që ve. Edhe kam dëshirë që edhe të tjerët të plotësohet kjo dëshirë e madhe që kanë për të më ardhur dhe besoj që kanë me pas një frymëzim shumë të madh për këtë vend me i fjalë kaq shenjtë, duhet pas se Virgjina Mari ka bërë shumë mrekullina në tanë botë. Duhet shumë kohë për me të kallëzuar se ç'është Medjugorja. Është e pamujtur me tregua për 2-3 minuta para kësaj kamere. Unë që Marash Boga, nga Kopliku, është hera e katërt që vi. Dhe këtu kam marrë shumë, kam marrë paqë, dashni, dhe më ka marrë përshtypje shumë qetësia e këtij populli që vjen në këtë pelegrinazh. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, Tanti ragazzi, tanto diversi e c'è anche tanta ricchezza culturale, ecco. Jena shumë ndjellë dhe kultura të ndryshme që është një pasoni ndryshme. E poi in comunità, dopo un cammino, diciamo che la comunità ti propone 3 anni. Në të vërtet, bashkësia të propozon vetëm 3 vite. Però dopo 3 anni ci sono delle strade, delle vocazioni da scegliere, no? Chi vuole fare una famiglia. Medjugorje cijelo snime, razniješe tvoju slavu, proslaviše tvoje ime. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi. Quella cosa dove ho scaricato i miei problemi. Me droga ishte ajo gjaja në cilën nuk kam shkërku gjitha problemet e mia. Problemi che sono nati già da quando ero piccolo. Problemet të cilat kanë filluar qysh se ishe i madh e i vogël falni. Vengo da una famiglia che mi ha dato tutto. Vi prej një familje që më ka dhënë gjithçka. Fino a 10 anni Deri 10 vjeç sono stato figlio unico. kam qenë fëmijë vetëm familjes. Non mi mancava niente, ma mi mancava mio padre. Nga mungu asnjë gjë, por mungote baba jam. Perché sempre lavorava, no? Se gjithmonë punote meta dhe ati. Anche nella semplicità. Edhe në thjeshtësi. E andando avanti mi tenevo dentro questa cosa. E tu e shku përpara gjithmonë e majshëm mrena këtë gjë. E non riuscivo a dirla neanche a mia madre, no? E s'mujshëm as mi thanë as nënës teme. Così diventando più grande.
E ty u rrit, ty e ba më i madh? A 10 anni è nato un fratellino, Kur kam qenë 10 vjeç, ka lënë një vëlla tjetër imi. a 12 anni è nato un altro Kur isha 12 ka lënë prap një tjetër. e questo ultimo si è ammalato dopo pochi mesi di essere nato. E mas pak muajsh, ky i kemi. Biti Bolinek slovili, pogledaj na sud tješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Medjugorja për mua është një vend i veçantë, në cilin për mua është hera parë që marr pjesë dhe kam gjetë me të vërtet një qetësi, një paqe për mrenën dhe që nuk do ta harroj, është një eksperiencë shumë e veçantë. Dhe do mundohem ta përsëris sa herë që më jepet mundësia dhe ta shpërndaj si eksperiencë të gjithë tjerët. Prandaj po jap dhe këtë dëshmi. Po, edhe për mua hera parë që vjen në Medjugorje kam ndëgjuar shumë nga tregimet dhe historitë që të tjerët kanë qenë këtu dhe them se kishin drejt. Me të vërtetë është një vend i mrekullisë ku mrekullit nollin dhe nollin çdo ditë. Dhe mjafton që të vini këtu ta shikoni vetë, pastaj do e besoni.